Vazhdojnë reagimet për vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor lidhur me anulimin e vendimit të Kuvendit Komunal për revidimin e planeve rregulluese për zonat 1 dhe 8 të qytetit të Ferizajt. Dega e Partisë Demokratike e Kosovës në Ferizaj thotë se po konfirmohen akuzat e saj lidhur me shkeljet e shumta ligjore nga pushteti lokal, si në ekzekutiv, po ashtu edhe në legislativ. Sekretari i kësaj partie nuk ndihet i kënaqur vetëm me këtë, por sipas tij duhet të gjendet edhe fajtori kryesor për këto shkelje ligjore. Gjithsesi ato falsifikimin që e kemi quajtur të dokumenteve zyrtare gjithsesi të Kuvendit të Komunës janë vërtetuar pikërisht edhe me këtë vendimin e fundit të Inspektoriatit Republikan të Planifikimit. Prandaj, ne e shtrojmë edhe pyetjen, kush do ta ketë atë përgjegjësinë e propozimeve të vendimeve të tilla. Në bazë të ligjit për veçëverinë lokale, ne e dimë që kryetari i komunës është propozuesi i këtij vendimit dhe ka tentuar që me çdo kusht këtë vendim ta bën të plotfuqishëm, ndërsa mendoj që vendimi është plotësisht i drejtë dhe është konform dispozitave ligjore të ligjit të planifikimit hapësinor. Ndërkaq kryesuesi i Kuvendit Komunal në Ferizaj më shumë tenton ta gjejë fajin tek Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, por edhe tek Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, se sa tek vetvetja. Ai për këtë thotë se dikasteret e qeverisë nuk kanë respektuar ligjet e nxjerrura nga vet ato. Megjithse po e them edhe këtë, se ky vendim i 23 shkurtit, do të thotë 23 shkurtit 2015, do të thotë ka qenë është intervenu mas 4 muajve. Mas 4 muajve, sepse me ligjin për qeverisje lokale brenda 15 dite më duket neni 81 paragrafi i fundit thotë marrana 15 dite ministria duhet që ta jep mendimin e vet rreth ligjshmërisë së një vendimi. Opozita thotë se përveç ballafaqimit me pasojat e shkeljeve ligjore, shton se kjo do të ketë edhe implikime buxhetore. Prandaj ne shtrojmë pyetjen dhe në vazhdimsi do t'i ngresmi të gjitha ato shqetësimet edhe të ndërtimtarëve dhe të qytetarëve të cilët janë pajisur me leje ndërtimi, sepse në bazë të analizave të cilat jemi duke i bërë, buxheti i komunës së Ferizaj do t'i kushtojë jashtëzakonisht shumë për këto leje ndërtimit të cilat janë lëshuar, që ne konsiderojmë që humbja për gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt është humbje milionëshe. Prandaj, përgjegjësia institucionale e kryetarit komunës duhet definitivisht të reflekton, sepse përgjegjësi kryesor ka qenë dhe është kryetari i komunës Zoti Muharrem Sforça. Por kreu i Kuvendit të Ferizajt, derisa insiston në fajin e dy ministrive, ai thotë se kjo punë do të shqyrtohet në Kuvend, derisa përgjegjësia do të mbetet në Drejtorinë Komunale për Urbanizëm nëse ka implikime buxhetore. Po shikoj, unë për këtë pyetje t'jujen nuk do të mund t'jap një përgjigje, shkaku se janë Drejtoria Urbanizmit e cila do t'jap për këtë. Është një fakt që për shembull vonesa e shtopimit të këtij vendimi për 4 muaj ka shkaktuar pasoja, mirë po çdo vendim i cili është në kundërshtim me ligjin duhet prishet. Edhe jemi të detyruar që ta procedojmë prapë në Kuvend, sepse Kuvendi është për këtë punë. Edhe në Kuvend natyrisht që munden me rrjedhë dhe vendime që nuk janë, që janë në kundërshtim me ligjin, por gjithherë ato vendimet të cilat do të thotë shkaktojnë pasoja, ne natyrisht do t'i riprocedojmë Kuvend, edhe do të kryhet kjo. Ndryshe, edhe përfaqësuesi i grupit 3+ në Kuvendin Komunal, Ibrahim Hyseni, i kontaktuar me telefon, tha për televizionin Tema se ky vendim i ministrisë ka qenë i pritur, e për këtë ai thotë se e ka paralajmëruar legjislativin edhe në seancën kur është vendosur për revidimin e planeve rregulluese për zonat 1 dhe 8 të qytetit të Ferizajt, kurse lëvizja vetvendosje qendra në Ferizaj sot nuk ka pasur qendrim të saj për këtë çështje. Përndryshe, gjatë ditës së sotme nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare të ndonjë zyrtari komunal për këtë çështje.